Kalojmë tani tek pjesa tjetër, tek tematika tjetër, për cilët duam që të japim edhe një zgjidhje për ata që e vuajnë, femrat e plasaritura, të çarat, cilat shpeshherë djegin, kryejnë plag, na dhëmbin, nuk ecim dot. Tani ky është thjesht një problem estetik, doktor, apo fshihet diçka tjetër pas plasaritjes së femrave? Pas plasaritjes fshihet diçka që duhet të nënkuptojmë. Ose kemi diçka të brendshme, ose mund të kemi 2-3 degëzime të jashtme. Së pari, mund të jetë një pakujdesi për të hidratuar themrat e këmbëve. Që do të thotë, ndoshta nuk e pastrojnë një herë në ditë, më e pakta ose 2 herë. Po nuk mori ujë lëkura, ajo fillon që të thahet. Plus kësaj, qelizat le të themi tek fundi i thëmrës së këmbës. Aty në ekran, të gjitha. Atëherë, këto qeliza fillojnë që të largojnë ujin dhe të akumulojnë lëndën e thatë. Dhe ndërkohë, kjo e ka humbur tash me elasticitetin në pjesën e sipërme të saj të epidermës. Më vonë me kalimin e kohës, nëse ne tregojmë të pakujdesshëm, që do të thotë, jo vetëm më që nuk i hidratojmë këmbët, nuk i shplajmë ose t'i lyejmë në një krem zbutës, ose thjesht me vajin e ullirit, ose me vajin e kokosit, por shtojmë peshën, ose mbajmë shapka të cilat nuk e kemi këmbën të rehatshme, nuk ndjejmë rehati. Pra, kam një shapkë e cila është fiks për thëmrën e këmbës në mbrapa, ose pak me vogël. Gjithë pesha që bie aty, atë lëkurën e tharë tashpër, fillon që ta tenton që ta zmadhoj. Por kjo e ka humbur tashmë, atë është ngurtësuar, e ka humbur elasticitetin. Atëhere, kjo çfarë bën? Fillon edhe rrit sipërfaqen e saj. Rritja e sipërfaqes do thotë që lëkura nuk është më e lëmuar dhe e harkuar, por jo, fillon që të hapet kështu. Të hapet më pas dhe krijon dhe ato. Pra shiko sa u rrit sipërfaqja, le të themi nga 10 cm, shiko sa u bë me këto plasaritjet. Me kalimin e kohës, për shembull, ky person vazhdon përsëri të bëjë të njëjtën jetë, por mund të ketë edhe diabet, por mund të kemi mungesë të zinkut, mund të kemi mungesë të vitaminës A, C, E kështu me radhë, mund të kemi mungesë të ndonjë vaj omega 3, omega 6, dhe kjo tashin, lëkura e vetëm që fillon të hapet aty në brendësi, por kur ky individ lahet, ai uji qëndron në për këto plasaritjet. Dhe çfarë bën tashin? Më ushqen ky ujë i mbetur, se kur e fshijmë thëmrën e këmbës, ne do e fshijmë kështu anash. A nuk depërton brendësi, mbetet ujë dhe ky ujë, sporet e mykut, ose grimca, sëmundje të ndryshme lëkure, si ekzema, mund të fillojnë që të ushqehen këtu dhe fillojnë e lulëzohen. Pra, në këtë hapësirën e plasaritjes, shumë lehtë na zhvillohet myku. Dhe ato bëhen thëmbra të zbardhura, dhe si me fizime, po shumë të vogla, po t'i shikojmë. Të çara dhe ato që do të thotë me kalimin e kohës, ato të çarat bëhen me vërtet që njeriu mund të fusi gishtin në to. Të thella, po dhëmbin, djegin. Kur ato bëhen të thella, nuk diskutohet që dhembin. Ka një zgjidhje, doktor? Kur mbushen me ujë, nuk diskutohet që djegin. Djegin dhe dhëmbin. Atëherë, kush do të ishte zgjidhja? Të shikojmë një herë, të korrigjojmë problematikën, shkakun, nga erdhi ky shkak. A erdhi nga obeziteti, është nga diabeti, është nga pakujdesia, për shkakun që ne kemi treguar për këmbët në vazhdimsi, kam shapkën jo të rehatshme, apo kam këpucën të ngjeshur që mbaman këmbën të ngjeshur, të kurrur, të mbledhur. Atëherë, korrigjojmë këtë, në mënyrë që të eliminojmë shkaktari. Po, i pari. Fillojmë që të marrim tashin dhe të bëjmë një pastrim të këmbës, që ndoshta mund ta bëjmë me atë ujin me uthull, por më e veçantë është kështu. Marrim për shembull 5-6 litra ujë, hedhim në të një 2-3 lugë gjelle, mund të hedhim një lugë gjelle sod ose 2, edhe një krip. Edhe i fut këmbët dhe filloj që thëmbrat e plasaritura, sikur t'i ngacmoj me duar, me thonjë. Në mënyrë që çka qelizat të vdekura të marrë dhe t'i largoj në këtë ujin e ngrohtë me krip dhe sod, dhe do të vëmë re që kur të vëmë neve më pas ato produktet, nuk janë më mbi një lëkurë të vdekur.
Se është një shoj, kur unë të vendos një qese celofoni dhe mbi të vendosi hilacin, po ta quajmë, që nuk mund të themi se është hilac. Atëre, kur ne kemi hequr këtë lëkurë të vdekur, gjitha medikamentet që ne do të përdorim, veprojnë shumë lehtë. Që do të thotë, çdo ditë këmbët i fusim në këtë ujë 10-15 minuta. Fillojmë të heqim me duar ose me atë limatricën e këmbëve, lëkurën e vdekur. Kur të më dali një lëkurë e zbutur, me pak ndriçim kështu, atëherë ne fillojmë të vendosim propolisin me rigon në këto çarjet, në këto plasaritjet, edhe e lëm të thahet. Njëherë duhet sigurohemi që në këto thëmbrat e çara të mos kem fare lagështirë. Pra marrim atë tharsen e flokëve dhe e thaj mirë lëkurën në këto pjesët, pra në këto pjesët që janë të çarat thelluara, tharsja e heq ujin shumë lehtë, peshqiri jo. Se nuk arrin që ta fifi. Atëre, mbasi janë tharë këto, neve vendosim propolisin. Ai depërton shumë lehtë deri në pjesën, në miniaturën më të vogël, depërton propolisi dhe thahet shumë lehtë. Pra, gjithë materialet mbeten këtu. Mbushen me propolis. Gjithë fitokimikatet. Atëre, mbasi është tharë mirë propolisi, ne marrim dhe vendosim kremin antimikotik. Do të vëmë re që brenda një jave, themrat e këmbëve nuk diskutohet që kanë një pamje tjetër. Nëse ky individ i ka pas munguar për shembull, le të themi një mikroelement si zinku, mund të marrim ndonjë krem që është me zink. Edhe e vendosim këtu dhe na ndihmon në ristrukturimin e qelizave. Ose mund të marrim që përdorim për bebet, shumë i mirë, ai ka edhe zink, ka vitaminën E, ka pak vitaminë C, e kështu me radhë. Atëre, nuk diskutohet që përbërësit fitokimik të propolisit, ose ky çaj me rigone, me trumës në kushte shtëpi dhe me livando, do të na japi një efekt shumë pozitiv. Kremi është zbutës dhe antimikotik dhe rigjenerues, dhe thëmbrat e plasaritura në zgjidhen shumë. Është krijuar në atë mënyrë kremi që të mbajë të butë, të shërojë dhe mykun, siç e thamë edhe tek këto. Ka të gjithë elementet aty të përqendruara. Dhe do të jemi pa diskutim drejt një zgjidhje të suksesshme brenda 3-4 javësh. Por mos harroni më përpara të zbuloni shkakun që i ka sjell plasaritjen e themrave që më pas mos ripërsëriten, sepse nëse është lipesha ose nëse është diabeti apo mungesa elementeve që doktori përmendi. Të falenderoj për të gjitha këshillat që dham sot. Ju uroj javë të mbarë. Doktor, faleminderit për prezencën tuaj. Çdo të hënë në Rezen tonë, në rubrikën Bima dhe Shëndetit, do të përshëndetemi së bashku, do të shihemi sërish nesër me po të njëjtën dëshirë për të takuar së bashku.